sot ankon për pensionin, por rrogën e ka marrë me djersë. Sot rinia nuk ka këtë model. Sot shohim kafenet mbushura plot dhe nuk din nga vin parat. Dhe askush nuk shqetësohet, shohim ndërtime pafund. Dhe me të drejtë nxënësit e shkollës mesme, nuk po them studentët, sepse studentët janë një fazë më lartë, demotivohen apo moshe pjekur, po them adoleshentët e shkollës mesme, e shikojnë të arsimit mesëm të lartë si që ndryshe. E shikojnë si model që me punë, si ka punë babai dhe nënë e tyre, apo si që punon, nuk mund të jetosh gjatë. As nuk të dalin llogarit, nuk je pret fund në mujt, nuk mundesh të bësh jetën e një adoleshenti të përgdhelur. Adoleshenti përgdhelur që bret në makinë, që ka gjysmë kilogrami arë në qafë, e bëjnë ata që vinë nga Anglia. E pra ky është modeli dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe për hir të vërtetës duhet parë dhe pjesa tjetër që e keqa penetron më lehtë se sa e mira. Atëherë gjithë bashkë, e gjithë shoqëria duhet qaset nga modeli i mirë, duhet qaset nga ajo që është jetë gjatë, jo afat shkurtra, sepse ne dim dhe po dëgjojmë për ditë që rastet pafund ka të individe që përfundojnë pranë ekurave, po për hir të vërtetës një pjesë prej tyre dalin shpejt dhe i bëjnë kashillik edhe drejtësisë, po edhe njerëz të thjeshtë që mbase janë sebe për të denoncuar në përlagje, sepse zën rrugët, zën sheshet, zën hapësirat publike, i presin rrugën të ndershmit, i marrin hapësirën, i marrin mundësinë për të punësuar. Një studenti që realisht ka derdhur djersën në shkollë. Dhe 2025, profesor, ka qenë një vit ku fatkeqësisht kemi parë sherre në brenda ambienteve të shkollës ose jashtë tyre të adoleshentëve me mjete therse, mjete prerse që janë dhe fatale. Që e cekët këtë, që kanë së dhe vdekje. Po u iniciuat ju këtë bisedë, këtë moment, ka ardhur koha që drejt shkollës duhen kthyer syt, po jo thjesht si një xhep i vogël ku lëshojmë thërrime, po si një pjesë që krijon të ardhmen. Sami Frashëri thote, nëse duam të mbjellim për një vit, mbjellim misër dhe grur. Nëse duam të mbjellim për jetë, do të mbjellim arsim. I madhi Viktor Hugo ka thënë se nëse hapim kush hap një shkollë, mbyll një burg. Atëherë, ne çfarë kemi bërë? Realisht, godina shkollash pak në Tiranë, sepse për hir të vërtetës Shqipëria po rrudhet, po opcia rurale po zhvendose, po vjen drejt qendrave urbane, apo ca më keq dhe që po ikin në emigracion, po flasim për lëvizjen brenda Shqipërisë. Tani këtu godina shkollash janë bërë plot. Por çështja është përveç kësaj, apo krijojmë një arsim më të mirë nga që kishim? Dhe gjëja vetmi që bëhet, sapo herë ngrihet zëri për këtë, fajsohet shkolla, fajsohet mësuesit. Jo. Shkolla s'është asgjë pa komunitetin, shkolla s'është asgjë pa shoqërinë. Shkolla s'ka mundësi të bëjë mësuesët çfarë kanë, nuk kanë shkollë magjik në dorë. Komuniteti jemi ne. Sigurisht. Me që the median, me që the ke zjarfiksin, ke shoferin ambulancës, ke minatorin, ke kuzhinjerin, dje kishim 5 të tjerë, kishim mjekun, kishim policin, kishim prandaj edhe unë doja t'jepja një lloj vëmendje ndoshta të shtuar për të folur pak gjithë të probleme që ne sillim në vëmendje. Pastaj ne jemi ata që dhe votojmë, dhe protestojmë, dhe zgjedhim, dhe mbajmë përgjegjësitë e sistemit, me që e çuat pak edhe politikisht, kështu që jemi ne gjithë që përcaktojmë rregullat edhe jetesën për gjithë secilin prej nesh. Do i shtoja diçka. Shkurtimisht para se shkoj te zoti Gjona, po. Do i shtoja diçka fjalës suaj, një fakt. Realisht nuk mendoj se nuk ka zgjidhje apo nuk e dim zgjidhjen për të patur një arsim më të mirë dhe për të patur një shoqëri më të emancipuar. Realisht kushdo që vjen nga jashtë shtetit apo që udhton, qoftë turist, qoftë punon andej, vjen këtu dhe thotë, andej është ndryshe. Çfarë ka më shumë ata? Njerëz prej gjakut dhe mish janë si ne. Ama ka një gjë, i nënshtrohen rregullit. Zotëria tha parë, ne nxitojmë me makinë sepse shpëtojmë një jetë dhe hymë dhe me të kuqe. E justifikohen sepse shpëton një jetë. Ama ka semafor në jetën tonë. Jeta jonë ka semafor. Dhe përdesa ka semafor, e them në mënyrë të figurshme këtë, që ka rregulla dhe në shkollë, dhe në shoqëri, dhe në familje, që për hir të vërtetës është lëkundur mjaft. Është qeliza bazë e shoqërisë që ka psuar goditje. Ne shohim që thamë që ka lëvizje të popullatës nga zonat rurale deri qytetit dhe që po shoqërohet edhe me efekte psikologjike, po njëkohësisht edhe me efekte të rasteve si ndarje. Kemi mjaft fëmijë që janë me prindër divorcuar dhe kjo është produkt i lëvizjes pa kontrolluar, ama nga dhe nga tjetër mosgjitjes vetvetes. Tani, i kthehemi pjesës tjetër, ne nuk mundemi si shkollë të gjejmë zgjidhje për ato familje që janë në nevojë, janë me probleme, por shkolla duhet të ketë standard, dhe standardi i cili është rregulli.
Gjithkushi që dërgon fëmijë në shkollë, kërkon nga mësuesët, kërkon pjesën akademike në shkollë. Edukimi është pjesë e familjes. Nisë aty. Aty nisë qeliza e parë, që familja e shikon shkollën si diçka të shkëputur dhe ka një qasje ndryshe ndaj nesh, ndaj shkollës, kjo pasaj lë për dëshiruar. Profesor, më the pak më përpara se sigurisht janë shumë probleme sociale dhe sot do kemi rreth 2 orë, 1 orë i gjysmë nga momenti që jemi duke diskutuar për t'i folur gjitha, se fillimisht doja t'ju njohja të gjitha, t'ju njohim të gjitha dhe publikisht.